jo? Nisja me një koment për atë që shumë e quajtën kryefjale në mbrëmjen së dieshme, nuk po e them me ironi, po ishte një kryefjale Alketa. Më pëlqeu qëndrimet që mbajti, e kupton këtë po them, që më pëlqyen shumë qëndrimet, ishin të mirë menduara, pavarësisht se duhet të thënë që si Monika, si Alketa nuk e kanë kopsitjen e arbrit për të thënë gjën e dur, momentin e dur dhe atë që nuk duhet thënë. Sido që tjetë është Alketa, e ka atë backgroundin e vetë. Vetëm se në atë rast më duke ajo dashja jote sikur e ngacmoi pak. Ajo e ngacmoi dhe ajo përsëri di t'i kaloje Alketa shumë mirë, ajo e ngacmoi bëj analizi, tha mos më bëj domethënë moralizma ose komente. Sigurisht që Alketa nuk ishte se e kishte ndjekur Bigun, edhe në momentin kur ti nuk e ndjek Bigun ose ke parë ato momente të copza sepse do ishe pjesë e saj, Alketa ka atë aftësinë brillante të saj që e kthen atë në favorin e vet. Në favorin e vet. Unë mendoj që si e njeh atë format Arbana nuk e njeh njeri. Edhe ajo që dua të theksoj është për shembull rasti i dieshëm kur mamaja e Stenaldo syri brenda dhe pastaj dolën banorët nga dhoma dhe shkuan e takuan pa lejen e produksionit.